Parashikimet e frikshme të Simpson për vitin 2026 dhe ato tashmë po ndodhin. Nga fitoria e zgjedhjeve nga Trump e ngjarjet e mëdha botërore, The Simpson kanë bërë shumë parashikime që tashmë janë bërë realitet. Por parashikimet e tyre për vitin 2026 janë të çmendura. Me parashikimin e parë që ishte pushtimi i Groenlandës në episodin e vitit 2002, fajsoi Elizën, Homeri mund të shihet i veshur me këtë bluzë. Bluza tregon Xhaxhain Sem duke kafshuar tokën. Xhaxhai Sem është një personifikim i ushtrisë amerikane dhe në bluzë ai po kafshon drejtën në Groenland. Bluza gjithashtu thot: "Përpiquni të na ndaloni." Trump thot se SBA duhet ta zotërojnë Groenlandën. Ne kemi nevojë për sigurinë kombëtare. Duhet ta kemi, shton ai. Dhe do ta bëjmë në mënyrën e lehtë ose të vështirë. Nëse nuk e bëjmë në mënyrën e lehtë, do ta bëjmë në mënyrën e vështirë. Groenlanda është në pronësi të Danimarkës, e cila thotë se territori nuk është në shitje. Kjo, së bashku me kapjen e fundit të presidentit të Venezuelës nga Amerika, sugjeron se Amerika mund të jetë duke u përgatitur për të pushtuar Groenlandën, me shumë burime të shtëpisë së bardhë që thonë se kjo mund të ndodhë diku para Koriku 2026. Një parashikim shumë i errët i Simpson për vitin 2026 është një luftë e tretë botërore. Nëse duket sikur jemi më afër